Pas shumë vitesh jashtë funksionit për zhvillimin e ndeshjeve të sporteve me dorë, më në fund Pallati i Sportit Bashkim Lala në qytetin e Peshkopis por i kthehet në funksion. Bashkia Dibër po investon në shtrimin e tapetit dhe mjeteve të tjera të nevojshme për zhvillimin e ndeshjeve zyrtare të sporteve të voleybollit dhe basketbollit. Kryebashkiaku i Dibrës, Rahim Spahiu, tha se ky investim do të bëjë që ekipi i voleybollit për vajza të zhvillojë ndeshjet në qytetin e Peshkopis, pasi deri tani i ka zhvilluar jashtë qytetit. Ky është një investim madhor quhet për këtë pallat sporti, për arsye se ka qenë pallati i sportit dhe nuk ka qenë funksional. Tani me këtë investim ky pallat bëhet funksional, pasi kemi edhe ekipin e voleybollit të vajzave në kategori superiore dhe nuk bën ndeshjet në Dibër. Është investim i bashkisë, është afërsisht 7 milion lek, janë bërë punë cilësore, si shikohet do bëhet një ambient shumë i përshtatshëm edhe për organizime, por edhe për voleybollin e femrave në Dibër. Investimi ka vlerën e 7 milion lekëve të rinj dhe punimet pritet të përfundohen shumë shpejt në mënyrë që ambientet e pallatit të sportit të vihen në dispozicion të ekipeve të lojrave me dorë.